Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër video këtu në kanalin tim. Atëherë, duke qenë se unë nuk kam shumë content për të filmuar për momentin, unë vendosa që t'ju marr në një mbrëmje ku gatuaj për vete dhe burrin tim. Atëherë, siç e shikoni, jam duke përgatitur disa pjadina me sallam, qert, kohviçi dhe djath pice. Dhe këto janë për burrin tim, pasi unë për vete përgjithsisht parapëlqej të konsumoj gjëra më shumë të shëndetshme. Dhe po, në këtë video do ju tregoj një sallatë, recetë me përbërës të shëndetshëm dhe me një shije super mega fantastike që nëse e provoni jam e sigurt që do ju pëlqej, sidomos nëse jeni tek ushqimet e shëndetshme. Mua më pëlqejnë më tepër ushqimet që janë të shëndetshme, pasi dhe kur i konsumoj ndihem full me energji. Për shembull, avokadoja është fruti im i preferuar, siç po e shikoni edhe tani, normalisht do jetë pjesë e sallatës, edhe një përbërës shumë kryesor. Edhe pse me thënë të drejtën, kur e kam provuar avokadon për herë të parë, më është dukur gjëja më pa lidhje që mund të kem provuar ndonjëherë në jetën time. Dhe madje më kujtohet që as nuk e kam ngrënë fare avokadon, po nga që më duk aq kot, thash okay, çfarë do bëj me këtë, dhe vendosa ta bëja mask për flokët. Dhe sot kur kujtohem, them, sot nuk e di domethënë si mund të mos e pëlqeja. Po ishte, si ta them, një shok, sepse unë mendoja se avokadoja kishte tjetër shije dhe më doli që kishte një shije komplet ndryshe nga ajo që kisha imagjinuar. Madje kam vendosur që prej atëherë mos të haja me avokado, por ama pas disa vitesh thash, okay, duhet ta provoj sërish, dhe kur e kam provuar prap avokadon thash, avokadoja e parë që kam bler nuk duhet të kishte përfunduar mask për flokët. Dhe kështu. Dhe tani gjatë kësaj kohe që isha duke ju folur, siç e pat, unë preva disa feta sallatori dhe i vendosa tek pjadinat. Dhe ndërkohë vazhdoj me sallatën tonë. Tani përveç avokados edhe sallatorin dhe tomaten do t'i pres në kubik të vegjël. Dhe tani, siç po ju thoja në lidhje me ushqimet, mua vërtet më pëlqejnë shumë ushqimet e shëndetshme dhe i konsumoj goxha shpesh, por kjo nuk do të thotë që ato të pashëndetshme që i quajmë ne, për shembull fast foodet, nuk më pëlqejnë. Normalisht edhe ato më pëlqejnë, thjesht përpiqem të mos i konsumoj në masë të madhe, sepse nuk janë shumë të mira për shëndetin. Unë këtë periudhë kohe po përpiqem të postoj sa më shumë video për YouTube, dhe këto video që postoj përgjithsisht janë shortsa. Mirëpo unë nuk dua të mbetem thjesht tek shortsat, që janë vetëm 3 minuta dhe që nuk mjaftojnë kurrë për një video me një tematikë të caktuar. Dhe prandaj unë përveç shortsave kam filluar të filmoj edhe video më të gjata. Videot që do sjell këtë periudhë do jenë me tematika të ndryshme dhe për gjëra nga më të ndryshmet. Madje unë do doja edhe ndonjë ide nga juve se çfarë do doni që unë t'ju sillja. Flas përveç atyre që unë kam në mendje. Kështu që nëse keni ndonjë ide, më shkruani te komentet. Gjithsesi, unë dua t'ju bëj një spoil të vogël për videot e mia të radhës. Videoja e radhës që do jetë direkt pas kësaj, do jetë gjithashtu një video gatimi, dhe në atë video unë do ju tregoj një recetë që është për gatimin e mëlçive. Nuk e di për juve, po unë personalisht nuk i haja fare mëlçit deri në momentin që provova këtë recetën. Dhe mënyra se si gatuhen do jetë e shpjeguar në video. Tani kthehemi pak këtu te videoja jonë. Unë hoqa disa feta nga sallami kohviçi, sepse do bëj një pjadin tjetër,
Dhe ndërkohë pjesën tjetër jam duke prerë në kubik të vegjël, sepse do ta skuq pak më gjallë që ta përdor dhe atë të sallata. Unë në trurin tim kam të rënjosur një mendim, do thoja, që nëse një sallatë nuk ka diçka me përbërje mishi, nuk është edhe aq shumë e shijshme. Tani këtu unë jam duke marrë disa feta bukë, sepse dua t'i bëj të thekura. Dhe po, në pjatat e mia nuk mungon kur salsa e kosit ose e djathtë. Një nga të dyja duhet të jetë me patjetër. Bulmetin e kam shumë qef, e adoroj. Dhe kështu pastrojmë edhe pak rëmujën këtu se e kemi bërë lug. Do thoni ju pse qesh? Qesh sepse unë nuk e di fare se ku e kam fiksuar këtë shprehjen, pasi nuk është shprehje e zonës time. Dhe prandaj, gjithsesi unë e përdor dhe më pëlqen. Tani unë sallatës time vendosa që t'i shtoja mango. Dhe po, unë aty jam duke nxjerrë thjesht dhe jam nga pleshti, edhe pse kam edhe 4 kokra të tjera mango në shtëpi. Dhe po, fiksimi me mangon. Gjithsesi, asaj copës që shikoni ju aty, do t'ja merrja të gjitha copat e tulit të mangos që kishin ngelur aty. Nuk mund t'i lija kurse si të më iknin dëm. Por mbajta edhe një kokër aty afër për rezervë, edhe pse nuk mora kurrë nga ajo, sepse më mjaftoi të jam i qëndruar nga pleshti, do e quaj kështu. Shtova dhe sallamin që skuqa me pak gjaj, i përzjeva pak dhe kështu. Por nuk kemi mbaruar me kaq, sepse sallata jon nuk mund të jetë vetëm disa perime, fruta, sallam të përzjera së bashku. Normalisht që do ketë edhe një salcë në përbërjen e saj që t'i japi shije akoma më të mirë. Gjithsesi, përpara se të përgatis salcën, në fillim do përgatis një herë këto fetat e bukës që theka. Mua më pëlqen shumë kur i bëj me krip, frigon dhe me vaj ulliri. Nuk e dini qoftë se keni provuar ju ndonjëherë, po këto janë thjesht i jeta fundit. Kaq dhe të them, dhe më kthejnë shumë vite pas në kohë, sepse ne kur kemi qenë të vegjël, jo vetëm unë, po gjithë brezi hante krip me vaj ulliri dhe me rigon. Unë këto kohët e fundit i kam shtuar edhe pak krip, sepse më pëlqen ajo shija që jep kripa. Dhe po, dhe bukët janë gati dhe tani do përgatis salcën. Tek salca do shtoj pak lang limoni, vaj ulliri dhe uthull balsamike. Tani unë kisha menduar të shtoja edhe fara të chia aty tek kjo përzierja, po i harova në moment të fundit dhe thjesht e hodha salcën. I pash pak me vonesë dhe u kujtova për mendimin tim brillant që t'i shtoja tek salca që isha duke përgatitur. Gjithsesi, 30 sekonda publicitet, sepse jemi duke përgatitur një pjadinë tjetër. Pasi ndërkohë që unë jam akoma duke gatuar për veten time, pjadinat mbaruan. Dhe kështu më duhet të bëja edhe një tjetër. Themi te sallata jon tani, duke qenë se nuk ja hodhëm fara të chia bashkë me salcën, ja hedhim kështu. Dhe nuk e di nëse e vë të re këtë mënyrën se si e edhe unë erëzat, por e përdor këtë metodën që t'i hedh të gjitha erëzat në mënyrë të njëtrajtshme dhe jo në një vend. Prandaj, mos qeshni me mua për këtë gjë. Darka gati dhe më bëf të mirë. Pas darke, erdhi koha që të pastrojmë kuzhinën. Tani, po të kisha qenë
para disa kohësh, unë nuk do ta kisha bërë këtë gjë. Sepse unë nuk jam ndonjë njeri shumë i fiksuar, ose më saktë nuk kam qenë një njeri shumë i fiksuar që pasi të haja bukë, të shkoja te kuzhina, të laja enët, pastroja kuzhinën, i vendosja të gjitha nëpër vende, ta shikoja ashtu ditët dhe pastaj të ulesha dhe të reatohesha. Jo. Mjafton që të haja ushqim, të ulesha në divan, më shkonte buka në bark, thoja unë, dhe për mua ishte çdo gjë në rregull. Enët do t'i laja nesër, dhe do ta pastroja kuzhinën nesër, nuk ishte problem fare, por që jo, tani diçka ka ndryshuar tek unë dhe unë dua thjesht ta shikoja të kuzhinën super mega të pastër dhe pasi mbaroj bukën, i laj enët, e pastroj kuzhinën dhe ja ku jemi. Ky është momenti që shpirti gjen qetësi. Tani unë them që ta mbyll videon me kaq. Unë uroj që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po mos harroni të më bëni një like, një koment të bukur, share dhe më e rëndësishme nga të gjitha, subscribe. Shumë faleminderit që e ndoqët videon. Shihemi në videon e radhës. Bye!